Në sheshin Skënderbeu në Shkup, koalicioni Vlen e hapi shtabin qendror të zgjedhjeve lokale. Emrat për kandidatët e komunave ende nuk i kanë dhe thonë se nuk po nguten për këtë, por po bëjnë anketa për gjetur emrat më të mirë. Këto zgjedhje nuk janë thjesht komunale, u shpreh Bilal Kasami, por zgjedhje për t'u rikthyer dinjitetin komunave. Për t'u rikthyer dinjitetin qytetarëve tanë, që edhe pushteti lokal jetë në shërbim të tyre, ashtu siç pushteti qendror është në shërbim të tyre për një vit qeverisje. Mbështetësit e Vlenit e përkrahen unifikimin, u shpreh Zet Mexhiti, duke shtuar se me bashkimin që ka bërë Vleni, ka bërë që edhe të tjerët të bashkohen. I kemi detyruar edhe të tjerët pra që të shndrohen në dy tavore, mos digjet vota shqiptare, po të ketë një konkurrencë në platformë, në program, në ide. E tabori tjetër, Fronti Evropian, është në prag të zgjerimit, në një emër të ri, Fronti Kombëtar. Ne na intereson që sa më të unifikuar dhe sa më të etabluar që të jenë partitë politike të kampit shqiptar, aq më të realizueshëm dhe më të suksesshëm do të jemi në gara. Po pritet që këtij fronti t'i bashkohet edhe Arben Taravari. Kanë komunikim, por ende nuk kanë prerë asgjë. Ne po diskutojmë për bashkëpunimin me partitë politike opozitare shqiptare, me qëllim që të krijojmë një frym bashkëpunimi për të fituar gjitha komunat shqiptare në vend. Tani çështja është se si ti koordinojmë aktivitetet dhe nuk është shtruar çështja se a do i bashkohet zoti Taravari frontit kombëtar. Kreu integristëve po ashtu shpreh se për BDI-n bashkë me zgjedhjet lokale duhet të ketë edhe zgjedhje parlamentare, qërsa shtoi se pret epilog pozitiv për këtë gjë.